Një gest i ndjeshëm solidariteti ka ardhur nga klubi Rotarian Korça West në ndihmë të familjes që u prek nga tragjedia e rënë në Maliq, ku humbën jetën nëna dhe djali 14 vjeçar. Antarët e klubit janë bashkuar për të mbledhur një shumë financiare, e cila ju është dorëzuar familjarëve, si shenjë mbështetje dhe ngushëllimi në këto ditë të dhimbshme. Përfaqësuesit e Korça West theksuan se kjo nismë është një shprehje e vlerave humane dhe e ndjenjës së bashkimit në momente të vështira, duke nënvizuar se solidariteti mbetet forca më e madhe që i mban njerëzit pranë njëri tjetrit. Ne jemi klubi Rotarian i Korça West dhe duke dëgjuar tragjedinë që ndodhi në familjen tuaj, ju shprehim ngushëllime të sinqerta për humbjen e njerëzve tuaj të dashur. Dhe menduam që t'u japim një ndihmë sado të vogël nëpërmjet kontributit që dhanë anëtarët e Rotarian të Korça West. Tu dorëzoi presidenti i klubit Rotarian, zoti Stefi Gënei, i cili e sensibilizoi klubi Rotarian të Korça West për të ndihmuar sadopak. Ky gest human i klubit Korça West është një shembull domethënës i mënyrës se si komuniteti korçar di të bashkohet për të dhënë shpresë dhe mbështetje aty ku dhimbja është më e madhe, duke treguar se mirësia dhe kujdesi për tjetrin nuk mungojnë as në ditët më të errta.